Tani, Gjesti dhe Loredana kanë qenë viktim apo jo? Po, patjetër që po. Loredana më shumë se sa Gjesti, sepse Gjesti ishte një nga personazhet që patjetër e kuptoi lojën e Eglit, por e mbështeti në ato pika dhe në ato rrethana që i interesonte Gjestit. Por më falë, këtu nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe. Kjo është loja, kjo është një format që ty ta jep mundësinë ta bësh këtë gjë dhe ai e mori, e bëri dhe e çoi deri në fund. Absolutisht asnjë gjë. Viktim nuk mund të ta quaj Gjestin në këtë në këtë rast me kuptimin e plot të fjalës, sepse Gjesti i ka marr asaj gjëje atë që Gjesti ka dashur t'i marrë. Kështu që ka qenë subjekt i disa situatave tepër të rënduara të shkaktuara nga Egli, që teorisht e bën Gjestin viktim, por nuk është se e ka bërë Gjestin të vuaj aq shumë sa nga ana tjetër mund të ketë vuajtur Loredana, sepse Loredana sinqerisht në atë lidhje në atë kuadër dhe aspekt të marrëdhënies që kishte me Jozin, ka qenë një person që disa herë fatkeqësisht nuk ka arritur të mbizotroj me mendje aq shumë sa mbizotronte me zemër në dorë. Dhe kjo ishte diçka që unë personalisht e shija me shumë dhimbje, sepse po ashtu si Gjesti dhe Loredana pak a shumë ka të njëjtën moshë me vajzën time. Dhe sikur vesha atë personazhin e të qenurit baba, e kam qëndruar shumë pranë, i kam dhënë gjitha këshillat që mund t'i japi dikush në pozitën time, e kam mbështetur pa kushte, e kam toleruar në disa pika që nuk do të mundja të toleroja një banor tjetër, për hir të faktit sepse sinqerisht dhe fatkeqësisht ai ishte një viktim e plot e asaj marrëdhënie që u krijua aty.